E falenderojmë Allahun me falenderimet më të sinqerta, me falenderimet më të plota. Falenderime që burojnë nga thellësia e zemrës për Zotin e gjithësisë që meriton çdo mirënjohje, çdo madhërim, çdo falenderim. Zoti ynë, ty të lutemi ja Allah. Shtoje mirësinë dhe begatinë tënde për gjithë secilin prej nesh, ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative, ja Allah. Udhëzoj zemrat tona, mendjet tona, shpirtrat tanë, për tek më e mira për në rrugën tënde, ti e udhëzuesi dhe orientuesi, o Zot. Atë që ti e udhëzove në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta devijoj e ta humb nga rruga jote, ja Allah. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim, askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i vërtet, krijuesi i gjithçka, ja Allahu xhelleshanu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona, ja Allah. Si më i madhi profet, më i mirë njeri, atij familjes ti, Zot fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Vllai im dhe motër e nderuar, kjo jetë është bahçe ku mbillet e korrura e përjetësisë. Është tregu ku blihet malli i çmuar dhe asetet e ahiretit. Është stacioni i furnizimit për udhëtimin e amshimit. Në këtë jetë u dalluan dhe dolën pa ata që nxituan për vepra të mira. Në këtë jetë fituan devotshmit, arritën lumturinë të sinqertët, dhe po këtu mbetën pas dhe humbën ata që u morën me të kotën dhe u hutuan, Zoti na ruaj. A e din vllai im dhe motër muslimane se kjo jetë është dëshira e banorëve të xhehenemit. Zoti xhelleshanu thot: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal." E kur ata kanë përfunduar në xhehenem, Zoti na ruaj, mbasi kanë dalë ke Zoti xhelleshanu dhe llogaritë e tyre nuk kanë dalë mirë. Ata i luten Allahu xhelleshanu me përgjërim dhe thonë: "O Zot, Rabbena, na nxirr edhe një herë nga ky dënim që të kthehemi në atë dynja e ne të bëjmë vepra tjera përveç atyre që kemi pas bërë më parë." Walau tara idh uqifu ala an-nar faqalu rabbana faqalu ya laytana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin. E sikur ti isha aty e të shikoje se si ata mbasi kanë hyrë në xhehenem thonë edhe përgjerohen: "O Zoti ynë, o Zoti ynë, na kthe edhe një herë se nuk do të përgënjeshtrojmë argumentet tuaja. Edhe neve Allah do të bëjmë vepra të mira e do të jemi prej besimtarëve të mirë." E nëse do të vazhdosh të lexosh në Kur'anin famlar edhe në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, do të shikosh se kjo nuk është vetëm dëshira e banorëve të xhenemit, po kjo është edhe dëshira e banorëve të xhenetit që të kthehen në këtë jetë edhe një herë, subhanallahil azim. Siç tregohet në hadith saktë dhe të vërtetë, profeti alayhi salatu wassalam thot: "Ata të cilët shpirtin e kanë dhënë për Allah, Allahu xheleshanu ja mundson që të shikojnë nëpër xhenet atë që e ka përgatitur Zoti xheleshanu për ta. E kur shohin mirësinë dhe begatinë tek përjetojnë këtë lumturi dhe këtë begati të madhe, duke e pa atë që i pret kur dalin para Allahu xheleshanu, i pyet Zoti i gjithësisë dhe i drejtohet: "Seluni ma shi'tum ya ibadi." O robët e mi, më kërkoni çfarë dëshironi. E ata thonë: "O Zot, na kthe edhe një herë në atë dynja e të bëjmë edhe më shumë vepra të mira se që kemi pas bërë më parë." Subhanallahil azim. Po mirë vllai im, edhe motër muslimane, a nuk e dinte Allahu xheleshanu përgjigjen e tyre se çfarë do të përgjigjeshin? A nuk e dinte se ata do të kërkonin që të kthehen edhe një herë dhe të shtojnë veprat e mira dhe të shtojnë edhe më shumë mirësinë tek Allahu xheleshanu? Por se Zoti nëpërmjet profetit tij na e tregojnë që të vlerësojmë këto momente të jetës, këtë dhuratë pa çmuar që na fali Allahu xheleshanu, dhe të kuptojmë se sa rëndësi ka çdo minutë edhe çdo moment jetës që kemi neve prej Allahu xheleshanu. Por jo vetëm kaq, madje edhe banorët e berzehut, edhe ata cilët janë në varr, edhe ata dëshirojnë sikur të kishin mundësi të kthehen në dynja, edhe të bëjnë një vepër, qoftë edhe një vepër më tepër
prej veprave të mira dhe ta kenë për ditën që do dalin para Allahu xhaleshanuhu. Tregohet se një person ishte diku pranë një pemë fali 2 rekat namaz. I fali 2 rekat namaz me shpirt dhe me shumë kënaqësi dhe pastaj u mbështet tek pema pa e ditur dhe mori gjumi për pak kohë. Në ndër i del dikush dhe i thot: "O robi Allahut, spostohu pak më tutje", thot, sepse këtu është një varr, pra është varri im, ishte njeriu që ishte i varrosur aty pranë pemës dhe ti më mundove, thot. Ato 2 rekat që i fale për hatër të Zotit, thot, sa dashura janë për mua, thot, gjithë dynjan do ta falja, vetëm unë t'i bëja edhe një herë, thot, 2 rekatet kthesha, 2 rekatet i bëja për hatër të Allahu xhaleshanuhu. Imagjino, 2 rekate, thot, gjithë dynjan do e falja, vetëm t'i shtoja 2 rekate në llogarinë time, në veprat e mia, për ditën që do dal para Zotit xhaleshanuhu. Juve, thot, jeni në një botë që keni mundësi të punoni, po nuk ja dini vlerën. Ndërsa neve, thot, kemi kaluar në një botë që ja dim shumë vlerën, po nuk kemi mundësi më që të punojmë, subhanallah. Nuk kemi më mundësi që të punojmë edhe të veprojmë, se është mbyllur regjistri i veprave. Ndërsa Ibrahim ibn Edhem, Zoti e mëshirov, thot, përfitirova veten time, thot, sikur isha në xhennetet e begata. Me mirësinë edhe me begatin që Zoti i ka përshkruar atë që mund ta imagjinon të mendja ime, thot. Sa ty është ajo që nuk e imagjinon dot mendja. As syri se ka parë, as veshi se ka dëgjuar. Dhe për një moment i them vetes time, çfarë do të dëshiroja unë? Do të dëshiroja të kthehem në dynja dhe të bëj edhe më shumë vepra të mira, të përfitoj edhe më shumë e të afrohem tek Zoti im, të ngritem në gradë. Pastaj thot e përfiturova veten time sikur isha në xhehenem, midis gjithë atyre cilët vujnë dënimin. E i thash vetes time, çfarë do të dëshiroje? Të kthehesh edhe një herë në dynja, të bësh vepra të mira, të mbash raport mirë me Allahun, të mbash raport mirë me krijesat, të jesh njeri korrekt, të jesh njeri që bën obligimet e tua dhe largohesh nga e keqja. E pastaj ju ktheva vetes time dhe i thash: "O vetja ime, ja ku je tek dëshira jote, je i gjallë akoma. Shfrytëzoj momentet e jetës, bëu njeri i mirë dhe largohu nga e keqja, e do të fitosh më të mirën tek Allahu xhaleshanuhu, e do të jesh për njerëzve që nuk bëhen pishman ditën që del para Zotit xhaleshanuhu." Nëse jeta është e kufizuar, nëse frymarrjet janë të numëruar për gjithë secilin prej nesh, nëse gjithë jeta është e vogël, imagjino se sa e vogël mund të jetë ajo që ka mbetur për gjithë secilin prej nesh, që të kuptojmë edhe të vlerësojmë momentet, minutat, ditët e jetës tonë. Ajo që është e sigurt, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, dhe që thuhet qartë në tekstet fetare, është se veprat e kësaj jete, momentet që ne i shfrytëzojmë për të bërë vepra të mira, vepra të bukura, vepra që na afrojnë me Allahun xhaleshanu dhe vepra që ne fitojmë shpërblimet mëdha tek Zoti xhaleshanu, janë ato që përcaktojnë edhe ahiretin e gjithë secilit prej nesh. Allahu xhaleshanu e tha në Kur'an: "Wa tilkel jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Ky është xheneti që juve e keni fituar në sajt të veprave që keni bërë, pra për veprat, për momentet që juve i keni shfrytzuar për mirë, me gjëra të dobishme edhe me gjëra të vlefshme. Prandaj, nëse do të krahasoheshin momentet e kësaj jete, një moment i kësaj jete, krahasuar me përjetësinë që fal Allahu xhaleshanu për ata të cilët veprojnë mirë ose Zoti na rrit për ata të cilët veprojnë keq. Imagjino kohëzgjatja e pafundësisë së ahiretit, e përjetësisë me momentet që kemi ne të kufizuara, pashallahu një moment do të ishte më shumë se 1 milion vjet, madje edhe më tepër nga momentet e ahiretit që është përjetësia. Diçka që ti e bën tani për një moment vogël mund të fali ty përjetësinë. E nuk duhen humbur momentet dhe s'duhen humbur orët edhe minutat e jetës me gjëra të pavlefshme. E jo më pastaj Zoti na ruaj me i harxhu ato në zullum ose në mëkat ose në padrejtësi. Shfrytëzoje çdo moment të jetës për mirë dhe mos e humb kohën. Çdo moment i jetës ti ke në dorë që ta kthesh në një mal me shpërblime dhe në një thesar të çmuar, që ta gjesh nesër një xhevahir përpara Allahut xhaleshanuhu. Duke u angazhuar me një adhurim ndaj Zotit tënd, duke u angazhuar me një dije të dobishme që të ngresh veten tënde nga ana e formimit intelektual ose fetar ose e botkuptimit.
Mundet që ta shfrytëzosh kohën tënde me një ndihmesë ndaj dikujt dhe të shkruan Zoti xhaleshanu sevape pafund. Fjala e mirë që e thuan me zemër të bardhë dhe me zemër të pastër. Veprat e mira dhe të bukura ndaj kujtdo për njerëzve. Shkrimi i dobishëm ose mesazhet e dobishme që përhap. Imagjino dikujt që mund të ketë nevojë për një mesazh ose për një shpresë, t'ia mbushësh zemrën plot. Sa shpërblime dhe sa mirësi t'jep Allahu xhaleshanuhu. Koha që kalon me dashurit e tu, me njerëzit e tu të zemrës. Puna që bën halal për ta çu fitimin tënd me djersë dhe me halal në shtëpinë tënde. Një ftesë për t'u largu nga e keqja ose një ftesë për të bërë diçka të dobishme për dikë për krijesave. Ushtrimi i cilësive të mira që ty duhen që të ndërtosh edhe më shumë veten tënde dhe ti jesh njëri më i mirë akoma dhe të rrezatosh mirësi. E tjera si këto të gjitha pra, ty ta mbushin kohën tënde me gjëra të dobishme që kur dalësh para Zotit xhaleshanuhu ti jesh i fituar. Jo vetëm do të fitosh dynjan, po pasha Zotin e gjithësisë ke për të fituar edhe ahiretin me lejen e të Madhit Zot. Elus Allahun xhaleshanuhu të na falë, të na mëshiroj. Amin. Vëllezër dhe motra, sot jemi me 26 qershor, nesër është data 27 qershor. Nesër është dita që përkujtohet si dita e genocidit të madh dhe dëbimit shqiptarëve të Çamërisë. Në Shqipëri, por edhe në diasporë, zhvillohen aktivitete përkujtimore, homazhe dhe thirrje që çështja çame të zgjidhet dhe të trajtohet përmes dialogut, diplomacisë dhe respektimit të drejtave të njerëzit. Jemi në vitin e 82 të kësaj ngjarje makabre që ka ndodhur, në cilën humbën jetën rreth 2900 gra, fëmijë të moshuar, u dëbuan nga tokat e tyre, vetëm se ruajtën identitetin e tyre kombëtar dhe fetar. E them me bindje dhe e them me siguri të plotë, sepse ashtu ka qenë. Sepse nëse nuk do të thonin që jemi shqiptar dhe nuk jemi musliman, nuk do të ndodhte ajo që ndodhi, subhanallahu el-azim. Po të heqim një paralele me atë që ka ndodhur atje dhe me atë që po ndodh sot në Palestinë ose në Gaza. E kupton edhe më mirë pamjen, edhe e kupton më mirë të merrin që kanë përjetuar ato njerëz që u spastruan nga tokat e tyre. E ne si musliman, të paktën përkujtimorja na tregon se bota nuk ka ndryshuar dhe nuk ka reflektuar nga ngjarjet e kaluara. Ne duhet lutemi dhe t'i kujtojmë këto ngjarje të dhimbshme të historisë tonë, sepse indiferenca jonë, minimumi ndaj këtyre padrejtësive, është fillimi i degradimit tonë si musliman ose edhe si shqiptar, subhanallahu. Unë e lusë Allahun xhaleshanuhu me shpirt dhe me zemër, që Zoti t'i mëshiroj ata njerëz cilët me provojtje të mëdha dhe të përndjekur në atë kohë për të shpëtuar me identitetin e tyre shqiptar dhe fetar, duke u përpjekur pra Zoti t'i mëshiroj edhe Zoti t'i fali xhenetin. Unë e lusë Allahun xhaleshanuhu që kjo çështje të vi sa më shpejt dita që të vehet drejtësi. Unë e lusë Allahun xhaleshanuhu që të na i gëzoj zemrat, ta shikojmë zgjidhjen më të bukur, që ata njerëz pra të gëzohen edhe një herë me pronat e tyre, me drejtat e tyre, me tokat e tyre, me pasuritë e tyre. E lusë Allahun xhaleshanuhu të na falë, të na mëshiroj. E lusë Allahun xhaleshanuhu që neve të na orientojë për tek më e mira. E lusë Zotin xhelle xhelaluhu që neve të na fali mirësinë e kësaj jete dhe mirësinë e jetës tjetër. E lusë Zotin xhaleshanuhu që neve na japi inspirim që të veprojmë vepra të mira dhe të largohemi nga e keqja. Na e tregoj të mirën të mirë dhe ne të bëhemi pjesë e saj, dhe të jemi kraj i saj dhe të pozicionohemi tek ajo. Dhe na e tregoj të keqen edhe zullumin ashtu siç janë dhe të largohemi prej tyre. E lusë Allahun xhaleshanuhu që neve të na zbardhë fytyrën këtë jetë, por edhe ditën që do të dalim para tij, që neve kur mos na turproj në këtë dynja dhe në ahiret. E lusë Allahun xhaleshanuhu të na falë ne, t'i fali prindit tanë, t'i fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin.